populli im, feu një qitë të vetme. Jeto me veten dhe gjeje përgjigjen çka jam duke bërë. Që bëj unë? Çka bëjnë këto momente? Thash, pyet e zemrën tënde. Mos më pyet mua, mos pyet miftilek, mos pyet kadilek. Thash, pyet e veten tënde. Ashtu tha Muhamedi i Madh. Vallë, se të tha kështu? Se të tha të pyesësh veten? Se të tha istafti qalbak wa in waftaka an-nas waftu? Pyet e zemrën tënde, dhe nëse t'japi njerëzit shumë fetva e përgjigje, edhe nëse thirrin shumë zgjidhje vizionesh, ti pyet e zemrën tënde, ashtu siç i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe i tha shkoni shpellë, lëri këta gazdëllar, lëri ta begler, lëri Abdul Muttalibin parin të Kurejshve, lëri këtë qabet Ibrahimi që sot e mbuluar me idhuj, që atëherë ishte me idhuj fizik, e sot me idhuj të epsheve që bëjnë tavaf rreth e përçartë saj. Sot me idhuj vizionesh, që njerëzit u bëjnë atyre ibadet, si ti ke një idhuj të vërtet. Largohun nga gjithta, dhe pyet e atë zemër, kush jam unë? E ajo do t'jap një gjevap. E gjevapja saj do t'jetë sigurisht, më ke bërë zullum, oj Zoti im, që Zoti më futin të krahëror. Se innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Sepse besimtarë të vërtet janë ata që u dridhen zemrat kur lexohen ajetet e Allahut. E zemrat tona nuk mund të dridhen nga ajetet e Zotit, por qeshen përpara tyre. Deri kur vëllezër? Deri kur zemrat tona të qëndrojnë inferior te fjalës së Allahut? Deri kur?